jemi në këtë komunikim me ju, pas një aktiviteti shumë të rëndësishëm, si që është Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, cila mbajt në Strasburg, dhe që konkludoi me një rezolut një periudhë monitorimi të gjatë të Shqipërisë, e cili monitorim që fillon që nga viti 2008 dhe deri në mësot. Pra një monitorim i gjerë i cili ka vlerësuar Shqipërinë në tërësinë e fenomenologjisë politike dhe shoqërore të saj, duke e shtrirë këtë vëzhgim, pavarësisht nga majorancat të cilat alternuan njëra tjetrën në vitin 2013. Pra ka vlerësime që i takojnë periudhë të gjatë ku ka drejtuar majoranca e mëparshme, sigurisht dhe një periudhë të caktuar ku drejton majoranca aktuale. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që pas një vlerësimi disa vjeçar, mund të thuhet që ishte monitorimi më i gjatë që është bërë në një nga vendet e tjera në Europë. Konkluzioni themelor ishte që Shqipëria, sipas dhe amendamenteve të konkorduara me reporterët, e të propozuar nga zonja Leskaj, nga unë si antari delegacionit dhe mbështetur dhe nga europarlamentarët të tjerë, ishte dhe u konkludua që Shqipëria vazhdon të mbetet dhe është pra një faktor i rëndësishëm stabiliteti në rajon. Së dyti, nënvizohet një arritje madhore, arritje cila u evidentuar dhe nga të gjithë diskutantët, pavarësisht nga grupet politike që u përkistin, pra të majt apo të djathtë, që statusi i vendit kandidat ishte një arritje e shënuar dhe që njëkohësisht një vlerësim tërësor i mjaft hapave përpara që Shqipëria ka bërë e bën në rrugën e reformave dhe në rrugën e demokratizimit të vendit. Sigurisht u nënvizua edhe hapat e ndërmarrë në luftën kundër korrupsionit, në përmirësimin e situatës në burgje, në adaptimin e disa rezolutave të rëndësishme për drejtat e njeriut, siç ka qenë ajo rezoluta kundra dhunës në familje dhe dhunës në përgjithësi, dhe njëkohësisht u evidentua që, sikur në mënyrë të veçantë nga diskutimet, që zgjedhjet e fundit 2013 dhe kalimi paqësor i pushtetit, të konkluduara më tej me statusin e vendit kandidat, kanë qenë prova të rëndësishme që procesi i demokratizimit në Shqipëri ecën në rrugën e dur dhe ku mjaft hapa të rëndësishëm e kanë bërë dhe bëjnë që Shqipëria të vazhdojë të jetë një vend tërësisht demokratik, europianizuar dhe që përballet me sfida dhe vështirësi të reja, por ka përqafuar atë që është qëndrimi i dur lidhur jo vetëm me politikën e brendshme, por dhe atë të jashtme. Sigurisht një nga elementët që u nënvizua gjëre gjatë në deklaratë në mënyrë specifike, por dhe nga diskutantët e theksoj pa asnjë dallim nga përkatësia politike e tyre djathtë dhe majt, ka qenë pikërisht çështja e bojkotimit që opozita ka marrë si vendim ndaj parlamentit dhe të gjithë qëndrimet ishin të unifikuara për një rishikim të këtij vendimi nga ana e opozitës si një veprim më i dur dhe më i pranueshëm për të vazhduar atë që quhet jeta politike normale në një vend, e cila kryhet në radhë para mbi të gjitha në Parlamentin e Shqipërisë. Sigurisht ne në diskutimet tona dhe me reporterët, po dhe me mjaft personalitete atje, konfirmojmë edhe një herë edhe në praninë tuaj, që majoranca ka të njëjtin vullnet, të njëjtën dëshirë, dhe të njëjtën bindje të palëkundur që bashkëtesa me opozitën është dimensioni normal i demokracisë që ne po ndërtojmë, dhe sigurisht që majoranca është e gatshme të krijojë gjithë hapësirat e kërkuara nga opozita, ndonse këto hapësira nuk ka pasur një mungesë të vullnetit nga majoranca, por gjithsesi rivlerësimi i tyre gjithmonë është me vend dhe opozita sigurisht duhet i përdori këto hapësira të cilat janë krijohen të tjera, sigurisht në bazë të kërkesave specifike që opozita do të ketë, dhe ky vullnet i pandryshuar do vazhdoj të na udhëheqë dhe më tej, aq më shumë që një deklaratë shumë e rëndësishme, nuk është thjesht një deklaratë apo një rezolut, është një notë që Shqipërisë i vihet për çka bën në një periudhë thuajse 6 vjeçare, e cila është një periudhë jo e shkurtër, një periudhë e gjatë dhe e rëndësishme në demokracinë shqiptare dhe po në pluralizmin shqiptar, mund të themi është gati pak a shumë 1/3, 1/4 e gjithë pluralizmit tonë, i cili në fund fare
na thotë që konkluzioni logjik i madh politik është konsensusi. Sigurisht dhe në këtë çështje ka pasur dhe një amendament të përbashkët të gjithë delegacionet për të nënvizuar, pra me mirë kuptim, antarë delegacionet përfaqësues të SMAIT-s, unë dhe zonja Leskaj, dhe kosisht dhe zoti Bylikbashi, mbështetëm një përmirësim në deklarat, në rezolut, pra ku përcaktimi zgjidhjet konsensuale të ishte një nga mënyrat dhe motivet e ecjes përpara të Shqipërisë, ku majoranca dhe opozita në raport me ato pozicionime që kushtetuta përcakton, marrin përgjegjësitë përbashkëta për të ardhmen e vendit. Ndaj, mendoj që në dritën e një zhvillimi të tillë kaq të rëndësishëm, opozita ka detyrën dhe majoranca gjithashtu ka detyrën të rishikojnë konsensusin dhe mirëkuptimin si një përgjigje të madhe e cila duhet dhënë sa më parë, e cila nuk është një çështje që kënaq opozitën apo majorancën, apo kryetarët e partive politike përkatës në majorancë apo në opozitë, por është një mënyrë për të shpejtuar dhe intensifikuar ritmin e reformave të cilat kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë me fatet e qytetarëve shqiptar. Çdo reformë e munguar, çdo reformë e bërjon kohën e duhur, do të thotë investime më pak, do të thotë shërbime më pak, do të thotë gjithmonë më shumë shqiptar jo të lumtur në vend të sfidës përbashkët që majoranca dhe opozita kanë, si dy pjesë të politikës shqiptare, për ta çuar përpara vendin. Kështu që besoj që kjo është një shtysë e re, e pa neglizhueshme, për arsye të peshës së rëndësisë të jashtëzakonshme politike që ka Asambleja e Këshillit të Evropës si një institucion kyç në politikën europiane, dhe njëkohësisht një monitorues i kujdesshëm i Shqipërisë, e ku monitorimet e cilave do kenë peshë të rëndësishme edhe në ecurinë e mëtejshme që nga statusi aktual i vendit kandidat deri në procesin e hapjes negociatave për antarësim, pra ku nota dhe vlerësimi i tyre do jetë shumë influent dhe në këtë sfidë të ardhshme të Shqipërisë, dhe ku dhënia një përgjigje të rëndësishme e ecurisë konsensuale, pra të një raporti të rindërtuar, pse jo dhe besimi midis opozitës dhe majorancës, është besoj ai dimension të cilin Evropa e ka zhvilluar e zhvillon, po dhe mjaft nga partnerët tanë në rajon, po dhe më gjerë, e kanë zhvilluar me shumë sukses duke u dhënë shtysë të re ngjarjeve dhe politikës, po dhe jetës shoqërore të vendit tyre në vendet e tyre. Kështu që atë që më së fundi ne e morëm në sheshin në Tereza si mesazh të madh nga Papa Francesku, i cili demonstroi qartë tër botës duke i rikthyer, siç ju e dini edhe mbas një jave, këtij dimensionit të bashkëtesës fetare, pra gjithë premisat, fundamentet filozofike dhe shoqërore ekzistojnë, nuk kanë asnjë arsye që të mos rikthehet edhe një klim, sigurisht konsensusi, por dhe opozicionit normal që pari të bëjnë njëra tjetrës, por duke ruajtur themelet e mëdha të politikës, duke dëmshmuar qartë që i kemi gjitha premisat për të ndërtuar një politik me një klim më të qetë, më të paqët, ku prevalon logjika dhe emocionet të smura, takticizmet e smura lihen tutje. Kështu i besoj të gjitha këto mesazhe intensive që vinë brenda një kohe shumë të shkurtër, që nga vizita e Papa Franceskut dhe tek kjo rezolutë tepër e rëndësishme, e kërkojnë dhe thrasin politikën për një mendje të re, për një mendjehapje të re. Faleminderit.